Spring brings tulips, summer's roses bloom. Fall's chrysanthemums, winter snowdrops roam. Each flower you set your cup down slow on my crooked little desk. Your sleeve brushes my hand, and I forget the rest. You laugh at something small, then look away too soon. I'm losing my good sense in the middle of the room, and I try to play it cool, but you know what you do. One more Si letër glance, zmerilën, one more Marusi, për mure. smile, and I'm gone. Mi kur dojnë të fërkoni murin e? Every little thing you do makes me fall again. Every little thing you do pulls me back in. Every little thing you do, oh, I'm yours again. Every little thing you do makes me fall in love again. Koridor. Pasyra që nga lezetshme. You hum while closing books. Your fingers trace the page. The whole day turns to gold when you stay in my frame. Your messages come in late, but I still read them twice. That little heart you send keeps me up all night. And I try to play it cool, but you know what you do. One more glance, one more smile, and I'm gone in a second. Every little thing you do makes me fall again. Every little thing you do pulls me back in. Every little thing you do, oh, I'm yours again. Every little thing you do makes me fall in love E again. zez. Ajma. Dhe mirë se vini në një video tjetër këtu në kanalin tim. Është hapur pak ndryshe ky vlogu sot. E kemi nisur ditën sot duke bredhur në për dyqane, shkuam tek të përdorat, jo tek Fida. Është një tjetër, nuk e di se si quhet. Kiera Tys, Keskus, nuk e di se si lexohet, po thjesht po lexoj këtë siç është e kartoni. Shkuam atje sepse doja të gjeja një tenxhere gize për të pjekur bukën me tharm, sepse po vuaj shumë me këtë pjekjen e bukës. Nuk e di, po nuk më del ashtu siç më dilte në Shqipëri pjekja, domethënë që të më piqet edhe poshtë tamam siç duhet, siç del edhe lart. Edhe kështu kërkova për një tenxhere gize, aty ishte njëra, ishte 40 euro e përdorur, ishte super e përdorur, sepse ishte goxha e pisët, nuk e di. Edhe gjesi sa e patha jo s'ka shanse ta marrim të përdorur, sepse e ka merak, kurse unë nuk është se jam shumë meraklie, jo se jam shumë meraklie, po thjesht e lajm edhe del shumë e mirë, por në të vërtetë ajo ishte goxha e përdorur edhe as mua nuk më tërhoqi shumë. Kërkuam në përqindje tregtare tek të gjitha këto dyqanet që kanë en kuzhine dhe pam se ku ishte më e mirë, bëra krahasimin sepse me litrat, me çmimin, edhe me materialin, edhe me markën. Pyeta çatin, ja çoja me foto dhe çati më sugjeroi të merja këtë këtu nga Clas Ohlson, është dyqani ku e morëm. Nuk ishte shumë e shtrenjtë, ishte vetëm 50 euro. Është tenxhere gize, tani unë e kam nxjerr sepse që t'ja u tregoj më kollaj. Është kjo këtu, e zez, ishte 4.7 litra në fakt, edhe ato të tjerat që ishin pak edhe më të shtrenjta në fakt, ishin nga 3, 3.5, 2.5, edhe mua çati më sugjeroi këtë sepse tha është më efikase, më e mirë, edhe është më e rëndë, po ta krahasoj me tenxheret e tjera që ne i pam edhe i hoqëm nga kutia. Kjo tenxhere është më e rëndë. Edhe besoj se është më e mirë, ashtu siç na e sugjeroi dhe çati. Kjo është pra tenxheria. Përdoret për furat me induksion, për furat me gaz, normalet, edhe është qeramike. Dhe mezi pres të bëjmë bukën e radhës te kjo tenxheria, sepse dje poqa, jo, sot në mëngjes kam pjekur bukën në fakt, edhe do bëja mirë në fakt ta kisha lënë edhe ta provoja ta piqja te kjo tenxheria, por nuk ka gjë, herën tjetër do ta pjekim në tenxhere presion, në tenxhere qeramike. Dhe kështu duket nga jashtë. Po e ul më mirë kamerën, në mënyrë që
të duket tamam. Ja. Ka këtë lloj paketimi, asu nuk e kam hapur. Po të marrim gërshërët. Atëherë. Mos e vini re rëmujën mbrapa, por e kam lënë sallonin si që quam, hëngrë mëngjesi, pim kafen edhe me vrap. Ua, sa e bukur që është goxha e rëndë, vetëm kapaku, është shumë i rëndë. Një model tjetër që e pash në një supermarket tjetër, në një dyqan tjetër, kishte 3 lloj ngjyrash, kishte ngjyrë ulliri, ngjyrë vishnjë, edhe ngjyrë të zezë. Por ky ishte më i sugjeruar se sa ato që pam taj tjetri dhe u detyrova e mora të zezë. Se më dëshirë dhe kisha marrë ngjyrë ulliri ose vishnjën, sepse vërtet ishin shumë të bukura. Tu kemi dhe katalogun, të jep manualin dhe këto se si ta përdorim. Kjo është 4.7 litra, është goxha, o zotë, është shumë e rëndë, shumë. Ja, kjo është tenxhere që ne morëm edhe kapaku nga sipër dhe gati për të pjekur bukën. Një t'ju tregoj gjërat që morëm tek të përdorurat, sepse edhe nga aty nuk dolën pa gjë. Fakt ishte goxha gjëra të mira, edhe qa morëm. Tani, duke qenë se ne kopshti jon po rritet, do ju tregoj dhe lulet pastaj, sepse do mbjellim një rozmarin që blevëm. Janë rritur goxha edhe unë mbush një shishe që i vadis, edhe mora këtë këtu, bënte vetëm 2 euro e gjysmë, me mbushe me ujë, dhe i kemi më kollaj. Është shumë e mirë. Është edhe e re, në fakt, nuk ka asnjë lloj gjëje, kështu që e kemi tamam për lulkat edhe perimet tona. Aty tek të përdorat kishin sjellë edhe rozmarin, bim, gati, këto e kemi mirë, thjesht për ta mbjell, edhe mbante njerë shumë të mirë. I mora edhe një vazë të bukur që ta mbjell. Tani nuk e di, rozmarina mbahet brenda, ta mbaj te kuzhina, sepse do më ngjoj shumë bukur nëse e mbaj te kuzhina, por nuk jam e sigurt. Mbase e mbaj vetëm kur të bëj video që të më duket bukur. Morëm 2 vazo, sepse 2 vazo plastike, këto janë të reja, në fakt thjesht i pastroj pa nga jashtë, ishin nga 1 euro e gjysmë, dhe këtu do mbjellim këto 2 lulet që do ja u tregoj tani. Ja, këto lulet zvarice, lule fasule, nuk e di se si quhen, kam mbi 1 muaj që i kam lënë në ujë, edhe tani kanë nxjerr rënjën që të dyja. Dhe i kam shumë qef këto, sepse ngjajnë shumë bukur në shtëpi, edhe do t'i mbjell te këto 2 vazot e bardha. Më pas, qa mora tjetër, për rozmarinën, mendoj ta mbjell te kjo vazo. Janë thoni pak, shikoni sa e bukur që është blu, me këto gjethet jeshile, në fakt duket sikur është e pikturuar, por nuk e di. Bënte vetëm 1 euro e gjysmë. Dhe mendoj se do na shkoj këtu, do e rregullojmë, do i heqim këtë dheun e tepër që është kaq e gjatë dhe do ta vendosim këtu. Nuk e di, më pëlqen shumë kjo vazo. Dhe mora një kornizë të vogël, kjo ishte vetëm 1 euro e 20, do t'ja heq këtë nga brenda dhe do laj në një fototonën, në një gjë të lezetshme, sepse më pëlqeu shumë kjo goldi që është anash edhe bënte vetëm 1 euro e 20. Kështu që ja vlente edhe kjo. Dhe gjëja e fundit, shikoni sa e bukur është kjo. Kjo është për të bërë kek, është shumë e vogël, bënte 2 euro e 20, por më pëlqeu ky lloj materiali, sepse ju kam treguar te kuzhina që kam atë gjën e gjatë kështu si tub, që var finxhanët edhe xhezven, dhe xhezven e kam në të njëjtën ngjyrë si kjo. Dhe do e heq, jo nuk do heq në fakt, sepse kam marrë nga ato kunja që varet, dhe do ta varim aty, edhe do ngjajë shumë bukur. Do t'i lajm që të gjitha këto, do më thënë vetëm këtë, sepse vazot janë në rregull, thjesht i pastroj pa nga jashtë, dhe do ta kemi gati me zipres që t'i rregullojmë patak tani këto. Do ndrohem edhe do merrem pak me mbjelljen e rozmarinës dhe me mbjelljen e këtyre 2 lulkave këtu. T'ju tregoj dhe se sa na janë rritur domatet, kastravecat, sallata jeshile dhe lulet tona.
t'ju tregoja në fakt se morëm edhe kocka, për herë të parë do bëj kolagen, gelatin kockash, sepse unë e shikoj dhe tek vetja ime, që kam disa kohë në fakt, kur ulem në gjunjë, nuk e di, po e kam shumë të vështirë më pas të ngrihem, më dhëmi shumë gjunjët, edhe kur eci më kërcasin. Këtë kërcitjen e kam pasur gjithmonë, por nuk është se ja kam vënë shumë veshje, se thoshe mëse e re, nuk është ndonjë gjë kush e di. Po doni ju që thash, pse mos bëj edhe unë gelatin kockash, nuk na bën keq. Morëm kocka viçi, u munduam që i tham domethënë atij djalit na i zgjidhte pak që t'i kemi me palc në mes. Tani nuk e di se si do na dali. Pash një recet, një mënyrë se si i bënte një zonjë në TikTok shqiptare, edhe ajo i shtonte edhe selinon, por unë nuk kam. Kështu që do t'i shtoj vetëm karrot, do t'i shtoj qep, do t'i shtoj një finxhan të vogël kafeje me uthull molle, thoshte, sepse e bën që gelatina t'i dali më shpejt në pa, të dali më shpejt sipër edhe të bëhet më mirë, diçka e tillë. Dhe tjetër këto ishin të gjitha, nuk e di tani, a duhet krip apo jo? Do ta shikojmë. Atëherë na duhen kocka, selino, karrot, një finxhan kafe uthull molle bio, ujë, 3 litra ujë dhe koha e zgjerrjes 4 deri në 5 orë. Në fillim do t'i fusim në furr për derisa ato të marrin faqe dhe të kenë krijuar atë ngjyrën e tyre, sepse kjo bën që ato të zgjenin më kollaj dhe të mbanin atë shijen. Më pas do i vendosim në tenxhere me 3 litra ujë, do t'i lëm në temperaturë maksimale në fillim derisa të marrin val, dhe më pas do ta ulim temperaturën për të gjitha orët e mbetur, derisa ato të kenë zgjerë ashtu siç duhet. Më pas besoj se i kullon, i vendos në forma të ndryshme, që unë nuk e di nëse kam forma silikoni, por do ta gjejmë, do ta rregullojmë këtë gjë. Kam një në fakt, po, do t'i mundohem t'i vendos në ato, edhe t'i vëm në ngrirje dhe më pas t'i kem, dua që ta përdor gati, dua ta kem si rutinë në fakt që çdo darkë të pim nga një finxhan me ujë të ngrohtë edhe me pak xhelatin, edhe në supra dhe gjellra që të bëjmë, t'i shtojmë nga një kup xhelatine dhe t'i kemi. Kështu, vazhdojmë tani nga larja, në fakt do t'i laj pak dhe më pas do t'i vëmë në
po bëra gati dhe duhet të dal. Ndërkohë t'ju tregoj se çfarë kam veshur. Në fakt nuk vendosa një rrip, por po e lë kaq. Kam veshur këto xhinset, kam veshur pupat leopard, këtë çantën që nga marrë nga Sheni, këtë xhaketën e zezë dhe kam vendosur këtë badin, një xhaket tjetër që mos kem ftohtë, edhe xhaketën e zezë sipër. Kjo është veshja, flokët i kapa bishte edhe një gërshet, sepse si kisha shumë mirë. Vendosa një palë veska, edhe ikim, u lyva pak, edhe ikim tani, na ka dalë dielli dhe mezi pres të pi matcha, sepse më ka shkuar mendja për matcha. Edhe një outfit check nga pasyra, këtu ndërkohë kam një gung që nuk e rregullova dot. Edhe kështu duket e gjithë veshja. I saw you standing by the willow tree. Your laughter danced like ripples on the sea. The world stood still, the sky leaned down to see. Kemi kalamanin e And vogël I këtu. wonder if you feel it too. This spark, this light, this something new. Like flowers blooming in spring. Your smile makes everything seem. Njerë të fjellin që landa dhe zbushën. Warmer the days stretch Not wide. Nemi With fotograf. you by my side. The grass was gold beneath our wandering feet. Your hand in mine, the moment felt complete. Each step a heartbeat, every glance a treat. And I wonder if this could be the start of something wild and free. Like flowers blooming in spring. Your smile makes everything sing. The air feels kalama. warmer, the days Po çuditëm nga llojet e pastave. with you by my Si, kur kesh vetë, që t'ja ngrihesh mendjen ka i bukë, e për çdo pastat me ngjyra, në formë në lërë. T'ju bëj tani një supermarket haul të shpejt, sepse sa erdha në shtëpi, nuk kam ngrënë drek, është ora 8:30 e darkës dhe du të ha drek edhe darkë bashk. Të bëjmë një sallatë shumë interesante, kam nxjerr fileto të brëndshme viçi dhe do ta bëjmë sallatë. Kam parë një mënyrë në TikTok, do ta regjistroj edhe për Reels, sepse i pëlqeni shumë ato videot e gatimit që po bëj së fundmi në Instagram dhe po marrin goxha views. Në fakt dhe kjo më gjë më pëlqen shumë. Tani mora koriandër sepse më duhet për këtë recetë, më duhet vetëm për sot, por nëse do kem ndonjë recetë në të ardhmen, që mund të shikoj në një gjë që ka koriandër, dhe ta kem të freskët ose në ngrirje, besoj se në ngrirje do ta vendos se kjo nuk rron më shumë. Edhe ta kemi për recetat. U futa më një gjë që morëm, u futëm në një supermarket që ka gjëra bio dhe gjëra shumë, kishte shumë gjëra të ndryshme dhe të mira, do e çoj Xhesin aty që të shikoj. Edhe pash që kishte mishra të freskët dhe mora një pul fshati të freskët, do të thonë ishte e ngrirë, por është pul fshati dhe janë të rritura me misër, sepse ata i kanë të certifikuara me sa më tha Alvana, edhe i shkruanin domethënë se me çfarë ishin të rritura. Kështu që mora këtë pulën e fshatit dhe me siguri do ta bëjmë nesër, por kur vi Xhesi nga puna do ta pyes nëse do ta bëjmë nesër apo në një ditë tjetër. Shikojmë se si do ta kemi nesër menun ton. Më pas u futa tek Lidl, sepse na kemi mbaruar domatet, marrim këto domatet të zeza që janë sikur janë të lyera me mjaltë, janë shumë të mira. Mora këto specat e kuq, sepse ishin me ofertë, ishin 2,50 € edhe ishin 500 gram. Të bëjmë një spec të skuqur me djath, o zoti ma, ose vetëm me hudhra edhe domate, dalin super të mira. Mora domatinja,
që do na duhen për sallatën sepse s'kisha mjaftueshëm. Dhe kastraveci do na duhet për sallatën me mish. Mora gjithashtu vezë. Edhe për këtë javë ne nuk bëjmë pazar, sepse kështu e kemi një javë bëjmë pazar gjeneral, një javë marrim me një gjë të vogël që na duhet, siç e mora unë këtë herë. Vetëm qumësh nuk mora, sepse qumshin e marr në një supermarket tjetër dhe jo tek Lidl, që e marr pa laktozë. Vezët dhe i mora Xhesi tani. Në Lidl, her pas here sjellin shumë gjëra të mira, për shembull që i sjellin nga Gjermania, me sa e diun që Lidl është gjerman, sjellin rroba që janë 100% koton. Si që mora getat atë radhë. Edhe Xhesit i duen një palë bijame. Kështu që këto bijamet ishin koton. Edhe ja mora masën më. Tani shpresoj të na i pëlqej. Po për gjumë janë, kështu që do i ketë shumë mirë. Sepse i kishte të nevojshme në fakt këto bijamet i duheshin. Edhe thasht ja marë. Se dia do mi pëlqej këto tutat që janë kështu me viza. Po për gjumë janë edhe koton, kështu që nuk është problem. Tani unë do e shkryej këtë. Jo, mund ta hapim kështu. Sa unë zbiti hap gjëra tamam. Janë tutat që t'i rrim pak të gjëra dhe të jetë i lirshëm në shtëpi. Edhe bluza ishte e bardhë, kishte edhe blu, por ja mora kështu të me xhep. Një bluzë të lirshme. Edhe tuta, to ishin vetëm 7 euro, nuk ishin shtrenjtë. Për materialin që janë 100% koton, janë shumë të mira. Mund t'i lajmë në 40 gradë dhe super. Më pëlqyen. Shikojmë tani a do na i pëlqej ai. Këto ishin të gjitha gjërat, ndërkohë, siç e pat në klipe, ja kaluam shumë mirë. Provuam atë matcha me Oreo e mora unë, kurse Alvana e mori me jasemin, çaj jasemin edhe saltit të kripur. Nuk më pëlqeu shumë, por hajt, pihej. Kurse kjo e imja ishte e mirë, por nuk ndjehej shumë shija e matchës, se më duket sikur po pija qumësh me Oreo. Kisha kopa ngrënë biskota e gjëra të ëmbla, kështu që sot me atë matchën e prisha një çik me ato biskotat e Oreo brenda, por në përgjithësi mirë. Mund të provojmë në një vend tjetër në një ditë kur të dalim, se kam parë disa vende këtu në Helsinki që bëjnë matcha, edhe do shkojmë ose te Matcha Crown ose te Matcha Life Helsinki, shikojmë se të cilët do shkojmë herën tjetër dhe ta provojmë. Ishte plot sot Finlanda, Helsinki, qendra ishte plot me njerëz sepse ishte shumë ngrohtë. E pat, unë kur dola isha me një triko tjetër poshtë dhe e hoqja futa në çantë sepse po plasja. Sa po mbarova së gjeruari recetën për këtë sallatën që kam bërë goxha. Është shumë e shijshme, por unë është hera e parë që provoj këtë erëzën koriandër, edhe ka pak aromën e rëndë, pak shijen e rëndë, por mbase nga që s'jam mësuar edhe që se kam përdorur më përpara, por ka dalë një sallatë shumë e shijshme dhe do e shoqëroj jo me bukë, me këto krakersat këtu që i mora herën e fundit, edhe që janë pa sheqer, pas një lloj gjëje, janë kështu integrale. Dhe do marr 2 nga këto dhe do shoqërojmë sallatën tonë.